Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 6 qershor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Qershor. Ngjarje 1752. Një zjarr masiv shkatërron 1/3 e Moskës, përfshir 18.000 shtëpi. 1873. U nënshkrua marrëveshja e aleancës së tre perandorëve edhe nga Rusia dhe Austro-Hungaria. 1889. Zjarri i madh në Seattle shkatërron gjithë qendrën e Seattle, Washington. 1912. Shpërthen vulkani Nova Rupta në Alaska, vulkani i dytë më i madh në histori. 1925. Themelohet korporata Chrysler nga Walter Percy Chrysler. 1946. Themelohet Asociacioni Amerikan i Basketbollit NBA në New York City. Lindje 1799. Lindi Aleksandr Sergejevich Pushkin, poet, romancier dhe dramaturg rus i konsideruar si themeluesi i letërsisë moderne ruse. 1875. Lindi Thomas Mann, romancier gjerman, i cili u bë qytetar amerikan mbas ardhjes në fuqi të nazizmit. 1926. Lindi Teki Piçoku, gjeolog shqiptar. 1946. Lindi Tony Levin, basist amerikan. 1960. Lindi Steve Vai, kitarist amerikan. Vdekje 1799. Vdik Patrick Henry, politikan dhe revolucionar amerikan. 1961. Vdik Carl Gustav Jung, psikoanalist. 1959. Vdik George Rivers, aktor amerikan. 1968. Vdik Robert F. Kennedy, u vra në një atentat pas një takimi elektoral në Hotel Ambasador në Los Angeles. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Charlie Chaplin, i cili ishte një aktor, regjisor dhe komedian mjaft i njohur anglez. Ai ka lindur më 16 prill të vitit 1889 në Londër dhe ka ndëruar jetë më 25 dhjetor të vitit 1977 në Zvicër. Ishte një regjisor, aktor dhe komedian i njohur anglez. Influencoi botërisht kineman me stilin e tij komik dhe tragjedik, me filma si Cirku, Dritat e qytetit, Diktatori i madh, Çapkëni e të tjerë, të realizuar gjatë periudhës së filmave të heshtur. Ai ndriçoi më shumë në vitet e filmave pa zë, pasi arrin të shfaq me rolin e tij si vagabondi, një mjeshtër që në atë kohë mund të krahasohet me Buster Keaton. Charlie përmendet nga regjisorë të tjerë që e mbajnë Charlin si inspirimin e tyre në botën e kinematografisë. I lindur në Ashlands në 16 prill të vitit 1889, 4 ditë përpara Adolf Hitlerit, Charlie është djali i Charles Chaplin dhe Hannah Hill, e njohur për një pjesë që është Lily Harley, të dy artistë të music hall. Kur Charlie mbushi një vjeç, babai i tij me pirardhje franceze shkon në Amerikë për të realizuar filma. Charlie, që kur ishte fare i vogël, kishte parë nënën e tij duke performuar në skenë. Ajo e shtynte që të mos kishte frikë përpara publikut. Pasi nëna e tij u sëmur, Charlie u kushtua teatrit. Në filmin Chaplin detajohet kjo pjesë e jetës së tij në mënyrë elegante. Gjatë viteve 1906 deri 1907, Charlie punonte në cirkun e Kesit me kompaninë e Fred Karnos, i cili e paguan 3 sterlina në javë. Luante rolin e një të dehur i paseder. Kështu Charlie mëson mjeshtërinë e aktrimit pa zë dhe të mimikës. Në vitin 1914, Charlie realizoi filmin e tij të parë të quajtur Gazetari Vagabond, në të cilën akoma nuk ishte veshur me rrobat e vagabondit. Do t'ishte në 2 filmat e tij të rallës, që realizuan respektivisht më 7 dhe 9 shkurt të vitit 1909. Do t'ishte
Konkurronte në 2 filmat e tij të radhës që realizuan më 7 dhe 9 shkurt të vitit 1914, fillimi i suksesit të tij. Charlie me Kay Stone xhiroi plot 35 filma pasëm me metrazh të shkurtër gjatë një periudhe të shkurtër. Mjeshtre mimikës dhe pantomimës e lejuan atë të ishte në kontroll të plot gjatë filmimeve. Ai lëvizte fytyrën dhe tregonte emocione me një shkaktësi të pabesueshme. Në dhjetor të vitit 1915, Charlie fillon të punojë me një kompani tjetër me të cilën xhiron dhe 14 filma të tjerë pas. Paga që ofruan ishte plot $1250 në javë. Në vitin 1916, Charlie ishte aktori më i kërkuar dhe më i pasur në botë, i paguar $600,000 në vit. Një shifër kjo në atë kohë e pa parë asnjëherë në asnjë artist. Chaplini akoma pa mbushur 30 vjeç, në një fashë kohore prej 5 vitesh, bënte pjesë dhe ishte regjisori plot 100 filmave të heshtur me metrazh të shkurtër. Në vitin 1918, ai firmos kontratën me një kompani tjetër, First National, me të cilën punon dhe realizon 10 filma të tjerë deri në vitin 1923. Arritje tjetër e pabesueshme me këtë kompani është ai fiton plot $1 milion. Filmi që e shënon Chaplin përjetësisht një yll botror është Vagabondi dhe Çapkoni në vitin 1921. Tani do të kalojmë në rubrikën e dhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlera vëshyese të bimës Gotu Kola. Gotu Kola është një barishte në familjen e Majdanozit. Ka një histori të gjatë përdorimi në sistemin tradicional të mjekësisë kineze. Gotu Kola përmban disa kimikate që ulin entjen dhe presionin e gjakut. Gjithashtu, rrit prodhimin e kolagjenit, i cili mund të jetë i dobishëm për shërimin e plagëve. Efektet terapeutike, ka veprim neuroprotektiv, zvogëlon rrezikun nga sulmi cerebral-muskular, përmirëson kujtesën, përqendrimin dhe mbron membranën e qelizave të turit nga radikale të lira. Përmirëson qarkullimin e gjakut në tru, duar dhe këmbë. Ndihmon në trajtimin e influencës venoze. Është bimë detoksifikuese dhe tonike për ripërtëritjen dhe relaksimin e sistemit nervor. Parandalon çrregullimet gastrointestinale. Gjithashtu Gotu Kola ndihmon në sistemin imunitar. Qarkullimi i gjakut. Historisht Gotu Kola kishte shumë përdorime. Sot përdoret si flebotonik, pasi tonifikon muret e venave. Me pak fjalë, njerëzit mund ta përdorin atë për insuficiencën venoze kronike. Fëmijët, Gotu Kola nuk rekomandohet të përdoret nga fëmijët. Të rriturit mbi 65 vjeç, të rriturit e moshuar kanë pjesë dhe kanë marrë pjesë në prova klinike të lidhura me Gotu Kola, si funksionin kognitiv dhe disponimin, dhe rezultoi që atyre i bënte mjaft mirë. Diabeti, Gotu Kola mund të ulë nivelet e glukozës në gjak. Kolesteroli i lartë, ai gjithashtu ndryshon nivelet e kolesterolit, duke ulur nivelin e kolesterolit të keq. Problemet me mëlçin mund të jenë të mundshme për t'u larguar dhe për t'u parandaluar me bimën e mrekullueshme Gotu Kola. Tani uftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 6 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në të gjithë vendin. Vranësira do të jenë të pakta dhe kalimtare, kryesisht në relievet malore gjatë orëve të pasdites. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa pasditja vijon me mot të kthjellët dhe temperatura tipike verore. Mundësia për reshje mbetet shumë e ulët. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:01 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 20:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 18 deri në 31 gradë Celsius, Kukës 14 deri në 27 gradë Celsius,
Peshkopi, 13 deri në 28 gradë Celsius. Tiranë, 15 deri në 29 gradë Celsius. Durrës, 18 deri në 28 gradë Celsius. Kavaj, 17 deri në 28 gradë Celsius. Elbasan, 17 deri në 30 gradë Celsius. Berat, 18 deri në 31 gradë Celsius. Korç, 12 deri në 25 gradë Celsius. Vlorë, 19 deri në 28 gradë Celsius. Gjirokastër, 13 deri në 27 gradë Celsius. Sarand, 18 deri në 28 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 6 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm, me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave të pakta kalimtare. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja do të vijojë me mot të ngrohtë dhe vranësira të lehta në disa zona malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri lart rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:51 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 20:17 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic, 12 deri në 28 gradë Celsius. Podujev, 10 deri në 27 gradë Celsius. Skënderaj, 11 deri në 28 gradë Celsius. Pej, 12 deri në 28 gradë Celsius. Prishtinë, 10 deri në 28 gradë Celsius. Gjakov, 13 deri në 29 gradë Celsius. Malishev, 12 deri në 29 gradë Celsius. Gjilan, 11 deri në 28 gradë Celsius. Ferizaj, 11 deri në 28 gradë Celsius. Kaçanik, 10 deri në 27 gradë Celsius. Suharek, 12 deri në 29 gradë Celsius. Prizren, 13 deri në 29 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu nëse